Suksesi I shqiptarit këtu në Kolombi. Përshëndetje Shqipe. Ja, se po na pret atje. Shumë bukur, përshëndetje, si je? Mirë se erdhe, si jeti? Sa bukur, a? Sukses ti në Kolombi, a? Ky restoranti juaj, a? Ti them, Restoranti jam, po. ju thaj kanë 2 restorante, a? Restorante, po. Që sa vite ke restorant? Këtë kam të 3 vite, parin është një zonë tjetër, është 5 vite. Cilin zonë jemi këtu? Këtu jeni në zonën e Parkway. Okej, ha të futu mbrenda pak, na trego pak si është rendi, sa bukur. Që jashtë mbrenda. Salë principale, ane kena kanë terracën jashtë, kuzhina. Kuzhina atje, a? Po, kuzhina atje. C'è la cucina per cui. Hola amigos. Hola. Leonardo. Pizza. Leonardo. ¿Cómo estás? Chef. Colombiano? Italiano. Italiano? Sì. Ciao, dove sei Italia? Scusa? Da dove sei Italia? Io sono una mischia tra nord e sud, tra Torino e Napoli. Dhe më thonë këtu bëni pizza italiane, tipi ushqim italian, apo jo? Pizza italiane, ushqim italian, gjithçka italian. Brumin e lajm 48 orë të pushojnë, pas ta pjekun. Që ai zotëria që para bëni pizza. Shumë bukur, bëj pizza crispy. Më pas edhe katin e dytë, a? Që jemi ulur jashtë. Po? Me sipër, hajde, mjek mu. Hajde, patjetër, mos të jetë. Edhe këtë qa italiano, edhe në italiano tjetër. come Po sta? thaj. Alla grande. Alla grande. Sempre in forma. Fabio è il nostro manager. Manager. Ky është a Milan, fancy Milanit, a? Sempre. Inter. No, Inter no. Inter Monter. Do më thonë 2 katë që nga, sa punëtori ki këtu pravësisht? Do me thënë të shumojmë të dy janë 23 punëtorë. E turën. O, zatimi sa bukur. Shumë po pëlqen gjelbrimi, të lule, shumë. I vërtet, nuk është artificial. Ka shumë gjelbrim këtu në Kolombi, gjithmonë çfarë do lloj mujit, çfarë do lloj ditët, është i thonë klima sempre verde, gjithmonë jeshil. Bukur. Që edhe ku jemi ullur këtu, na? Në këtë katin e dytë e vizatoj motra, erdhi me më taku 5 ditë këtu në Kolombi, nuk kam ujtë me ndaj ma shumë sepse ka fëmijë të vegjël dhe ajo punon në mod në Milano, i pëlqen shumë me vizatu, do të thënë ka shumë fantazi. Unë nuk kam fantazi as pak, kështu që ajo erdhi edhe ma vizatoj dhe më thonë komplet këtë katin e dytë. Jo vizatim po design, se ngatroj pak Shqipen, jam shumë kohë që jam jashtë prej Shqipënisë. Kam dalë jashtë që është 2 muaj, 13 vjeç, kam jetu në Itali 6 muaj, 17 vite, edhe jam këtu në Kolombi të 9 vite. Si quheni? Denis Hila, Për nga jeni? prej Shkodrët. Ki si ri në Milano? Tesh Milano do të thënë është baza jeme sepse prind jetojnë aty, motra jeton aty. Në Shqipëni ka kohë që nuk shkoj, por shkoj gjithmonë në Milano, takoj kam kushrin shumë në Milano. Si erdhe në Kolombi? Kolombia është histori shumë e gjatë, do të thënë kam njoft një vajzë kolombiane. Do të thënë kolombiane, po është rrit në Milano, e kam njoft kur kam qenë shumë i ri. Kena nej shok për shumë kohë, 8 vite për thëmë na. Edhe mas shumë kohëve unë erdha me taku sepse ajo ndërkohë ishte kthy mas studimeve, ishte kthy këtu në Kolombi. Një takim për shoqni, jo shoqni, por për me pa se a ka një diçka më shumë se shoqni. Edhe ashtu si që menova ishte, kështu që u ktheva në Itali, lash punën edhe erdha këto edhe fillova një histori, një aventurë të re. Ne jemi bashkë qysh në 2015, jemi martu në 2016, kështu që kemi 9 vite bashkë. Edhe kemi një vajzë të vogël. Si ka emrin? Celeste. Celeste. Emrin ja kena vu italian, mi emrin e ka shqiptar, Celeste Hila Lopez, se këto janë 2 mi emra që vene. Atë ka dalë sikur e ke imagjinuar, diçka ndryshe, çka të ka shokuar, mirë keq? Kolombia ka dalë ndryshe, edhe unë si shumë njerëz kam menduar në atë kohë që Kolombia është shumë keq, një vend shumë i mrapametun, por më ka dalë krejt ndryshe. Këto janë shumë përpara, për shembull për digitalizacion janë
ma përpara edhe për disa gjana edhe se Italia, qysh se kam ardhur këtu 2016 këtu ka kanë fakturimi elektronik në Itali, filloshin me vu. Kam pa shumë gjana dhe njerëzit janë njerëz shumë të pritën, i pëlqejnë shumë të hujt, me gjithçka nimojnë, janë shumë qeshën, i pëlqen shumë festa këto, do të thënë janë edhe klima nimon sepse si thash përpara është një klimë gjithmonë jeshile. Gëzuar, faleminderit. Por ardhmëria juaj si mendoni? Përmendet që grua punon në ambasadë? Ka mundësi që mund ta transferojnë, për ardhmëria mund të jetë larg Kolumbisë, por do të thënë është një pikë pyetje për momentin. Sigurisht kudo që të shkoj, më pëlqen ky sektor që kam kriju të 9 vite, do të vazhdoj në këtë sektor. Mund të kthehen në Itali, mund të shkojmë në një shtet tjetër, varet shumë te puna e gruas. Në Shqipëri? Në Shqipëri kisha pas qef mu kthy si turist, e kam ba një pjesë tjetës në Shqipëri. Për me jetu, tham se jo, për me vizitu gjithmonë, sepse kam familjen atje, kam shumë familjar, por për me jetu jo, me jetu kisha pas qef me pa vene të reja. Risotto me fruta deti? Risotto me fruta deti? Sa shqiptar shokë e ke këtu? Shumë. Një, veç dy me gjithë Artanin. Edhe Artanin dy, ha? Do më thonë... 3 me ty. 3 me ty. Veç ju 3 jemi. Ne 3. Sa shëllon me 4. Tararam! Wow, amigo. Pizza margherita Made in Colombia from? in Colombia col sangue italiano. Grazie. Wow, look at this. Kemi marrë një çmim lidhur me picë. Po dhe po lidhet me picë. Kena marrë çmim shumë i njoftun, është Gambero Rosso. Gambero Rosso është për restorantet italiane në Itali, po është edhe Gambero Rosso International për restorantet italiane në botë. Në 2023-shin banën eventin edhe ne fitume pizzeria më e mirë në Kolombi. Okej. Edhe keni më kalzona atë para Patjetër. pizza, dhe pas ka pizza crispy, qërë të holla, wow. Okej. Këtu kemi çmimin që na dhanën. Si lloj trekança ata. 2-3 kança, 3 është maksimumi. Bravo, përgëzimi, faleminderit. Ju bof mirë juve atje, ma holla juve, ku pizza të holla, kështu. Amo jo kështu crispy, po të holla. Shumë e sheshme të duket. Tarara. Hani? Aha, me ne, okej. Nuk shtu e hollë, nuk është e fort, është e butë. Pak napolitane, pak romane, shumë. Keroni. E që edhe ne bashkë në qetë dhe kjo arbreshi, që po në makarona? Makarona po. Që ka i tu edhe Kosovë, ka qenë Mitrovica? Mitrovica? Makarona. Ke qenë Mitrovica? Dove si stat? Mitrovica, Kosovska Mitrovica. Edhe në Vlorë, edhe tash do mërsira, do kave, edhe tha pa, përfundu pak me do grapa. Po më ngoj ke pak raki, po herën tjetër do t'ja sjell në shtëpi. Shprej të shpijeve Kusht vjen tjetër herë në Kolumbi, merrni një shishe raki me veti, sjellni këtë, bëja tarara. Patjetër. Okej, hajde gëzojna pak tash. Raki.